Data 30 janar, Zanathilla, kapitulli 31. Por Jakobi dëgjoi fjalët e bijve të Labanit që thoshin: Jakobi mori gjithçka kishte ati ynë, dhe me atë që i përkiste atit ton, ai bëri gjithë këtë pasuri. Jakobi vuri re edhe fytyrën e Labanit, dhe ja, ndaj tij nuk ishte më si më parë. Pastaj Zoti i tha Jakobit: Kthehu në vendin e etërve të tu dhe të fisi yt, dhe unë do të jem me ty. Atëherë Jakobi dërgoi e thirrje Rakelën dhe Lean që të vinin në fushat pranë kopës së tij dhe u tha atyre: Unë e shoh që fytyra e atit tuaj ndaj meje nuk është më si më parë, por Perëndia i atit tim ka qenë me mua. Dhe ju e dini se unë i kam shërbyer atit tuaj me tërë forcën time, ndërsa ati juaj më ka mashtruar dhe ka ndryshuar pagesën time 10 herë, por Perëndia nuk e lejoi të më bëj keq. Në qoftë se i thoshte: Krerët laramane do të jenë pagesa jote, e tërë kopeja pillte qengja laraman, dhe po të thoshte: Krerët via do të jenë pagesa jote, tërë kopeja pillte qengja via. Kështu Perëndia ja hoqi bagëtin atit tuaj dhe ma dha mua. Njëherë, në kohën kur kopet hynin në afsh, unë ngrita syt dhe pash në ëndër që të sjep që ndërzenin femrat ishin via me pulla dhe lara. Dhe angjëlli i Perëndis më tha në ëndër: Jakob. Unë ju përgjigja: Ja ku jam. Atëhera i tha: Ço tani syt dhe shiko, tërë desh që ndërzen femrat janë via, me pulla dhe lara, sepse pash të gjitha ato që të punon Labani. Unë jam Perëndia i Bethelit, ku ti ke vajosur një përmendore dhe më lidhe një kusht. Tani qohu, lëre këtë vend dhe kthehu në vendlindjen tënde. Rakela dhe Lea ju përgjigjen dhe i thanë: Mos kemi ndoshta ne akoma pjesë dhe trashëgimi në shtëpinë e atit ton? A nuk na ka trajtuar si të huaja për arsye se na ka shitur dhe veç kësaj ka ngrënë edhe parat tona? Të gjitha pasuritë që Perëndia i hoqi atit ton janë tona dhe të bijve tan, prandaj bëj të gjitha ato që Perëndia të ka thënë. Atëherë Jakobi u ngrit dhe i vuri bijtë e tij dhe gratë e tij mbi devet dhe mori me vete tërë bagëtinë e tij, duke marrë me vete gjithë pasurinë që kishte dhënë, bagëtinë që i përkiste dhe atë që e kishte blerë në Padam Aram për të vajtur tek Isaku në vendin e Kanaanëve. Ndërsa Labani kishte vajtur të qethe dhëntë e tij, Rakela vodhi idhujt e të atit. Dhe Jakobi u largua fshehur azi nga Labani, arameu, pa i thënë se kishte ndërmend të ikte. Kështu ai iku me gjithçka kishte, u ngrit, kaloi lumin dhe u drejtua për në malin e Galaadit. Ditën e tretë i treguan Labanit se Jakobi kishte ikur. Atëherë ai mori me vete vëllezërit e tij, e ndoqi 7 ditë rrugë dhe e arriti në malin e Galaadit. Por Perëndia ju shfaq në ëndër natën Labanit, arameut, dhe i tha: Ruhe, mos i fol Jakobit as për të mirë e as për të keq. Labani e arriti pra Jakobin. Tani Jakobi e kishte ngritur çadrën e tij në mal, dhe gjithashtu Labani dhe vëllezërit e tij kishin ngritur çadrat e tyre mbi malin e Galaadit. Atëherë Labani i tha Jakobit: Ç'bëre duke më mashtruar në këtë mënyrë dhe duke i marrë bijat e mia si robinja lufte? Pse ike dhe u largove nga unë fshehur azi, pa më lajmëruar as pak? Unë do të kisha përcjell me gëzim dhe me këngë, me lodërz dhe me qeste. Dhe nuk më lejove të puth bijt dhe bijat e mia. Ti ke vepruar pa mend. Tani, unë kam në dorë t'ju bëj keq, por Perëndia i atit tënd më foli natën e kaluar duke thënë: Ruhu, mos t'i flasësh Jakobit as për mirë apo për keq. Sigurisht, ike, sepse kishe një dëshirë të madhe të ktheheshe përsëri në shtëpinë e atit tënd. Po pse vodhe perënditë e mia? Atëherë Jakobi u përgjigj Labanit: Unë kisha frikë, sepse mendoja që ti mund të më merrje me forcë bijat e tua. Por kushdo qoftë ai të cili do t'i gjesh perënditë e tua, ai duhet të vdes në pranitë të vëllezërve tan. Kërko ti vetë atë që të përket tek unë dhe merre. Jakobi nuk e dinte që ato i kishte vjedhur Rakela. Kështu Labani hyri në çadrën e Jakobit, në çadrën e Leas dhe në çadrën e 2 shërbyeseve, por nuk gjeti asgjë. Doli pastaj nga çadra e Leas dhe hyri në çadrën e Rakelës. Por Rakela kishte marrë idhujt dhe i kishte vënë në samarin e deves, pastaj që ulur mbi to. Labani kërkoi në tërë çadrën, por nuk gjeti asgjë. Dhe ajo i tha të atit: Mos u zemëro zotëria im, në rast se unë nuk mund të qohem përpara teje, sepse jam me të përmueshmet e grave. Kështu ai kërkoi, por nuk i gjeti idhujt. Atëherë Jakobi u zemërua dhe u grind me Labanin, dhe Jakobi u përgjigj dhe i tha Labanit: Cili është faji im
Cili është mëkati im që ti të më ndjekësh me aq tërbim? Ti rrëmove në tërë gjërat e mia. Çfarë gjete nga të gjitha ato që i përkasin shtëpisë sate? Vëri këtu para vëllezërve të mi dhe vëllezërve të tu dhe le të vendosin ata midis ne të dyve. Kam qenë 20 vjet me ty. Delet dhe dhitet tua nuk kanë dështuar dhe unë nuk kam ngrënë desht e kopes sate. Unë nuk i kam sjell kur kafshë të shqyera nga bishat. Dëmin e kam pësuar vetë. Ti kërkoje me ngulm nga unë atë që ishte vjedhur ditën apo natën. Ky ishte fati im. Ditën me lik të vapa dhe natën të ftohtit e madh dhe gjumi më ikte nga syt. Kam qenë 20 vjet në shtëpinë tënde, të kam shërbyer 14 vjet për 2 bijat e tua dhe 6 vjet për kopen tënde. Ti e ke ndryshuar 10 herë pagesën time. Në qoftë se Perëndia i jatit tim, Perëndia i Abrahamit dhe Tmerri i Isakut nuk do të kishte qenë në anën time, ti me siguri do të më kishe kthyer duar bosh. Perëndia e pa trishtimin tim dhe mundin e duarve të mia dhe mbrëm dha vendimin e tij. Atëherë Labani u përgjigj dhe tha: Këto bija janë bijat e mia. Këta bija janë bijtë e mi. Këto kope janë kopet e mia. Dhe gjithçka të zësyri është e imja. Por çfarë mund të bëj sot këtyre bijave të mia apo bijve që ato kanë lindur? Prandaj eja të bëjmë një beslidhje midis meje dhe teje dhe që ajo shërbef si dëshmi midis meje dhe teje. Atëherë Jakobi mori një gur dhe e ngriti si një përmendore. Pastaj Jakobi u tha vëllezërve të tij: Mblidhni gur. Dhe ata morën gur dhe bën një tog me ta dhe hëngrën bukë pranë këtij togu. Labani e quajti atë tog Jegar Sahadutha, ndërsa Jakobi e quajti Galed. Dhe Labani tha: Sot ky tog është një dëshmi midis meje dhe teje. Prandaj u quajt Galed edhe Micpah, sepse Labani tha: Zoti të mos e ndaj syri nga unë dhe ti, kur do të jetë e pamundur të shohim shoqin. Në rast se ti keq trajton bijat e mia ose martohesh me gratë të tjera veç bijave të mia, edhe sikur të mos ketë asnjëri me ne, kujtohu që Perëndia është dëshmitar midis meje dhe teje. Labani tha gjithashtu Jakobit: Ja ky tog gurësh dhe ja përmendorja që kam ngritur midis meje dhe teje. Le të jetë ky tog një dëshmi dhe le të jetë kjo përmendore një dëshmi që unë nuk do ta kapërcej këtë tog për të bërë keq ty dhe që ti nuk do ta kapërcesh këtë tog dhe këtë përmendore për të më bërë keq mua. Perëndia i Abrahamit dhe Perëndia i Nahorit, Perëndia i atit të tyre u bëv gjykatës midis nesh. Dhe Jakobi u betua për Tmerrin e Isakut, atit të tij. Pastaj Jakobi bëri një fli në mal dhe i ftoi vëllezërit e tij të hanin bukë. Dhe ata hëngrën bukë dhe e kaluan natën në mal. Labani u ngrit herët në mëngjes, i puthi bijt dhe bijat e tij dhe i bekoi. Pastaj Labani u nis dhe u kthye në shtëpinë e tij. Marku, kapitulli 2. Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u mor vesh sa i gjendej në shtëpi. Dhe menjëherë u mblodhen shumë, sa nuk gjeje më vend as përpara derës, dhe ai u predikonte fjalën. Atëherë i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, të cilin po e bartnin 4 vetë. Por duke qenë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatin në vendin ku ndodhej Jezusi dhe pasi hapën një vrim, e lëshuan vigun mbi të cilin rrinte shtrirë i paralizuari. Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: O birë, mëkatet e tua të janë falur. Por aty po rrinin ulur disa skrib, të cilët në zemër të vet po mendonin: Ç'flet ky kështu blasfemi? Kush mund të falë mëkatet veç Perëndis vet? Dhe Jezusi, i cili menjëherë kuptoi me frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra me vete, u tha atyre: Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, ti thuash të paralizuarit: Mëkatet e tua të janë falur, apo ti thuash: Çohu, merr vigun tënd dhe ec? Por që ta dini se biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi dhe, unë po të them, i tha të paralizuarit: Çohu, merr vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde. Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet dhe doli përjashta në praninë e të gjithëve dhe kështu të gjithë u habitën dhe lëvduan Perëndin duke thënë: Një gjë të tillë se kemi parë kurrë. Dhe Jezusi doli përsëri gjatë bregut të detit, e gjithë turma erdhi tek ai dhe ai i mësonte. Dhe duke kaluar pa Levin, birin e Alfeut, i cili që ulur në vendin e tatimeve dhe i tha: Ndiqmë. Dhe ai u ngrit dhe e ndoqi. Dhe ndodhi që kur Jezusi ishte në tryezë në shtëpinë e Levit, shumë ta grambledhës dhe mëkatarë ulen në tryezë me Jezusin dhe me dishepujt e tij, në fakt ishin shumë ata që e ndiqnin.
Dhe skribët dhe farisejnë duke e parë se po hante me ta grambledhës dhe me mëkatar u thanë dishepujve të tij: Si ha dhe pi ai bashkë me ta grambledhës e me mëkatar? Dhe Jezusi kur e dëgjoi u tha atyre: Nuk janë të shëndoshë që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët për pendim. Dhe dishepujt e Gjonit dhe ata të farisejve po agjëronin. Ata erdhën te Jezusi dhe i thanë: Përse dishepujt e Gjonit dhe ata të farisejve agjërojnë, kurse dishepujt e tu nuk agjërojnë? Dhe Jezusi u përgjigj atyre: Valla mund të agjërojnë dasmorët ndërsa dhëndri është me ta? Për aq kohë sa kanë me vete dhëndrin nuk mund të agjërojnë. Por do të vinë ditë kur do të merret dhëndri dhe atëherë në ato ditë ata do të agjërojnë. Dhe askush nuk qep një copë stofë të ri me një petkë të vjetër, përndryshe copa e asaj të res shkul prej së vjetrës dhe grisja bëhet më keq. Po ashtu askush nuk shtije verë të re në kacek të vjetër, përndryshe vera e re i shqyen kacekët dhe vera derdhet e kacekët prishen, porse vera e re duhet shtë në kacek të rinj. Por ndodhi që një ditë shabati, ai po kalonte nëpër të mbjellat dhe dishepujt e tij, duke kaluar, filluan të këpusin kallinj. Dhe farisejt i thanë: Shi, përse po bëjnë ato që nuk është e ligjshme ditën e shabatit? Dhe ai u tha atyre: A nuk keni lexuar vallë ç'bëri Davidi kur pati nevojë dhe kishte uri, ai dhe qen me të? Se si hyri ai në shtëpinë e Perëndisë në kohën e kryepriftit Abiathar dhe hëngri bukët e paraqitjes, të cilat nuk lejohet i haj askush përveç priftërinjve, dhe u dha edhe atyre që qen me të? Dhe u tha atyre: Shabati është bërë për njeriu, dhe jo njeriu për shabatin. Prandaj biri i njeriut është Zot edhe i shabatit. Libri i Esterit, kapitulli 7. Mbreti dhe Hamani shkuan pra në banketin bashkë me mbretëreshën Ester. Edhe ditën e dytë, ndërsa gjatë banketit po shërbehej vera, mbreti i tha Esterit: Cila është kërkesa jote, o mbretëresh Ester? Do të plotësohet. Çfarë kërkon? Edhe sikur të jetë gjysma e mbretërisë sime, do të bëhet. Atëherë mbretëresha Ester u përgjigj: Në rast se kam gjetur hir në sytë e tu, o mbret, dhe në qoftë se kështu i pëlqen mbretit, kërkesa ime është që të më jepet jeta dhe kërkoj që populli im të falet, sepse unë dhe populli im kemi qenë të shitur për të prishur, për të vrarë dhe për të shfarosur. Po të ishim shitur për të bërë sklevër dhe sklave, do të kisha heshtur, por armiku nuk mund ta kompensoj kurrë dëmin që do t'i shkaktohej mbretit. Mbreti Asuero i tha mbretëreshës Ester: Kush është dhe ku ndodhet ai që ka guximin të bëjë një gjë të tillë? Ester u përgjigj: Armiku dhe kundërshtari është ai i keqi Haman. Atëherë Hamani i hyri tmerri në praninë të mbretit dhe të mbretëreshës. Mbreti u ngrit shumë i zemëruar nga banketi në të cilin shërbehej vera dhe shkoi në kopshtin e pallatit, ndërsa Hamani qëndroi për t'u lutur me të madhe mbretëreshës Ester për jetën e tij, sepse e kishte kuptuar që mbreti kishte vendosur tashmë shkatërrimin e tij. Pastaj mbreti u kthye nga kopshti i pallatit në vendin e banketit ku shërbehej vera. Ndërkaq Hamani kishte rënë mbi divanin në të cilin rrinte Esteri. Atëherë mbreti thirrri: Dashke gjithashtu të dhunosh mbretëreshën ndërsa unë vetë jam në shtëpi? Sa dolën këto fjalë nga goja e mbretit, ja mbuluan fytyrën Hamanit. Pastaj Harbonahu, një nga eunukët, tha përpara mbretit: Ja në shtëpinë e vet Hamanit është ngritur një trekëmbësh i lartë 50 kubit që Hamani kishte përgatitur për Mardokeun, i cili kishte folur për të mirën e mbretit. Mbreti tha: Varni aty këtë. Kështu Hamanin e vare në trekëmbshin që kishte përgatitur për Mardokeun, dhe zemërimi i mbretit u qetësua. Romakëve, kapitulli 2. Prandaj o njeri, cili do të jesh ti që e gjykon, je i pa justifikueshëm, sepse në këtë që gjykon tjetrin, dënon vetveten, sepse ti që gjykon bën të njëjtat gjëra. Por ne e dim se gjykimi i Perëndisë është sipas së vërtetës kundër atyre që bëjnë gjëra të tilla. Dhe a mendon ti o njeri që gjykon ata që bëjnë të tilla gjëra, që edhe ti bën ti arratisësh gjykimit të Perëndisë? Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjersisë së tij, duke mos ditur që mirësia e Perëndisë të prind në pendim? Por sipas ashpërsisë sate dhe të zemrës së papenduar po mbledh për veten tënde zemërim për ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjyqit të drejtë të Perëndisë, që do ta shpaguaj secilin sipas veprave të tij. Atyre që kërkojnë me durim në vepra të mira, lavdi, nder e pavdekësi, do t'u jap jetë të përjetshme.
por atyre që grinden e nuk i binden së vërtetës, por i binden pa drejtësisë, indinjat dhe zemërim. Mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që vepron të ligën, judeut më parë e pastaj grekut. Por lavdi, nder e paqe, cili do që vepron të mirën, judeut më parë e pastaj grekut. Sepse te Perëndia nuk ka anësi, sepse të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligj, do të humbasin gjithashtu pa ligj, dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar nën ligj, do të gjykohen nëpërmjet ligjit, sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë para Perëndisë, por ata që e zbatojnë ligjin do të shfaqsohen. Sepse kur kombët që s'kan ligjin nga natyra bëjnë punët e ligjit, ata megjithse s'kan ligjin, janë ligj për vetveten. Këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre për dëshminë që jep ndërgjegja e tyre, dhe sepse mendimet e tyre akuzojnë ose edhe mbrojnë njëri tjetrin ditën kur Perëndia do të gjykojë të fshetat e njerëzve me anë të Jezu Krishtit sipas ungjillit tim. Ja, ti quhesh jude, prehesh mbi ligjin dhe mburresh në Perëndin, një vullnetin e tij dhe dallon gjërat e rëndësishme, duke qenë i mësuar prej ligjit dhe je i bindur se je prijesi të verbërve, drita e atyre që janë në errësirë, udhëzuesi të marrëve, mësuesi të miturve, sepse ke formën e njohurisë dhe të së vërtetës në ligj. Ti pra që mëson të tjerët nuk mëson veten? Ti që predikon se nuk duhet vjedhur vjedh? Ti që thua se kurora nuk duhet shkelur shkel kurorën? Ti që ke neveri për idhujt plaçkit tembujt? Ti që mburresh me ligjin e shpërnderon Perëndin duke e shkelur ligjin? Sepse siç është shkruar, për shkakun tuaj emri i Perëndisë blasfemohet ndërkombë. Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë se ti respekton ligjin, por në qoftë se je shkelës i ligjit, rrethprerja jote bëhet pa rrethprerje. Prandaj, në qoftë se një i pa rrethprerje respekton kërkesën e drejtë të ligjit, a nuk do të llogaritet pa rrethprerja e tij si rrethprerje? Dhe në qoftë se ai që prej natyrës është i pa rrethprer e plotson ligjin, a nuk do të gjykojë ai ty që me shkronjën dhe me rrethprerjen je shkelës i ligjit? Sepse jude nuk është ai që duket i tillë nga jashtë, dhe rrethprerja nuk është ajo që duket në mish, por jude është ai që është për brenda dhe rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë dhe jo në shkronjë. Lavdërimi i atij nuk është nga njerëzit, por nga Perëndia.